Mobilizim të plotë të gjithë strukturave të Partisë Demokratike dhe koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore gjatë ditëve të mbetura të fushatës elektorale për zgjedhjet e 11 majit ishte porosia e drejtuesit të fushatës së Partisë Demokratike Kris Lacivita gjatë një bashkëbisedimi online me kandidatët e koalicionit. Çdo kandidat në këto 10 ditët e fundit duhet të torkas në derën e çdo qytetari që jeton në zonën e vet. Mund t'ju premtoj që kontakti derë me derë, person me person, është mënyra më efektive për të bindur dikë që të votojë për ju. Mos ndaloni së punuari deri në momentin kur mbyllen qendrat e votimit. Duhet të përfitoni nga çdo orë mbetur. Lacivita u tregoi kandidatëve dhe kategorinë e zgjedhësve ku duhet të fokusohen. Votuesit e pavendosur janë ata që në këtë moment do të vendosin fatin e zgjedhjeve. Është thelbësore t'u flasim atyre dhe t'u shpjegojmë se si ekonomia dhe dështimi i Edi Ramës gjatë 12 viteve të fundit i ka ndikuar. Shpjegojeni atyre, tregojeni atyre. Këta votues do të jenë më të prirur të na mbështesin. Nëse Edi Rama nuk e ka siguruar votën e tyre deri tani, nuk do ta sigurojë as në 10 ditët e ardhshme. Kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama e krahasoi me ish presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Do të filloj me ngjashmëritë mes Edi Ramës dhe Joe Biden, që të dy janë të paqëndrueshëm, që të dy kanë shkatëruar ekonominë dhe të dy do të humbasin në ditën e zgjedhjeve. Kur presidenti Trump u qullua në korrik, ai e bëri të qartë se çfarë donte nga amerikanët. Të luftonin, të luftonin, të luftonin. Dhe sinqerisht, kjo është pikërisht ajo që shqiptarët duhet të bëjnë. Ju duhet të luftoni, duhet të merrni pjesë në zgjedhje dhe nëse e bëni këtë, do të fitoni. Kris Lacivita u kërkoi gjithashtu kandidatëve për deputet që gjatë fushatës të përqendrohen te prezantimi i programit që ka Aleanca për Shqipërinë Madhështore.